Në shtëpinë e Big Brother, Driloni nuk e kishte mirë në shumicën e kohës. Sigurisht mund ta mbani në mend Drilonin kur i thoshte Gjenetës se nuk do merrej kurrë me të jashtë, apo fjalinë që po të ishte femër si ajo, do bënte vetvrasje. Por ja që në botën e vërtet, përtej kamerave, gjërat qenë kanë ndryshe. Ai insiston me ngulm që ta takoj. Kjo të paktën nga një seri bisedash që Gjeneta i ka nxjerrë sot pasi prej kohësh po kalon nëpër thumba në distancë nga Driloni. Në përgjithësi, lihet të nënkuptohet se Driloni ka tendenca që të krijojë diçka me Gjenetën, sepse nis gjithçka duke pyetur sa i kaloi për gjestin aty ku bën bisedat më sekrete, në Snapchat. Po një është më mira, tu ka ik mërzia për gjesin. Hej, që e të bo? Ku zhote e? Që po rrje dhe o në më tute, më rëthash kush po më që më voj, sa kështë? E që për një zonë i ketë ndryshe, do. Pse? Si di, nëse mos me të për një zonën. Që shi që e ke marrë vetën e që? Beni ku më po të e? Po më nëna. Te ku je këtu në Kosovë ala, po? Po, janë në Kosovë ala. është një farë fune. Du me full me ty. Vër një farë tjese, po s'po du me full nga për telefon. Është qaja tema që kena pas me fullim bega, diçka tjetër? Jo, diçka tjetër. është diçka tjetër, ka punë diçka me diçka tjetër ka punë. A kam lidhje onë në atë punë? Duke që po. Duke që po, për shata, a je Prishtinë që sot? Po, në Prishtinë. A ke planifikuar sot natën, a jo? Jo, kur gjë. Oke, ku të shkruaj sot natën, hajde del, edhe folim kërkut shpejt, oke? O, bo, mos tani, veç kallëzën kur djesh, këne i Prishtinë. Oke. Hej, me ka një? Vetë, që po i në kjarë. Hej, Gjenit, ku je? Banes. Qa po bojnë? Qysh qa po bojnë? Apo më kallëzën lidhe me qka është poshë zotin? Jo, po ka shumë lidhe me shumë sane, po me ty, u shumë do nuk foli ku një telefon, kur e Gjenit. Driljan. Apo del? Apo del? Kallëzëm lidhe me qka është, në të kallëzën e dalazdan. O, lidhe ka me ty. Edhe me kanë. Me shoa nuk foli bre se i din mund e vervesh, nuk foli. O, pasha zotin, nuk i kallëzoj kërkujna. Gjenit, nuk o shdo veç ka zonë kërë. Nëse del, normal që kena me po që ashtu që nësë me po kërkush. Nëse s'del, ka zonë që me abo. Ja, po je kam tut vëlla, nuk po du më dalë. Nëse do ma thonë qëto s'u ma, nëse s'do s'ka shka me t'ba. Ja, nuk është, nuk mëjtë. Nuk ku e shkira qani goti. Që po ty bëjmë shërë ty t'ka hupë të rune, se s'denas me vëzit. Jo, po i në qani këtë, kuso që shvit jo ma. Tuti me puthje me shku, po thëmë. Pos ka tjetë ta, a di qa kësha bo, i kësha mbit vete. E bëj ba kërkush valori më do Gjenit. Fa, Gjenit, je që bo punën kesh. Pse? Pa lidhje. Po pse? Gjenit, veç pa nga. Nisa po thamë. Une nuk du më po me kërkan, okej? Po. Këta është për momentin. Shtu, me tjetër kanë me dalë, më po, kur njëtë. Hej, po qysh mujnë me avo? Po kallëzëm, pro në lidhe me qka është të në dalë poshtë. Po tas, shtu hej. Hot. Nuk ke shumë probleme gjithë ki farë hotel të mutë, se u shtjela. Pa e konë në Tirana, Po, shka ljove. mirë. E takove Sarën, qyshesh? Po, i kom taku shkur, po të jam shku për Sarën, ka pasu për një punë jam shku.
Ora 5 sa bojt ti si flejta le rrugëve. Jam mërzit për ty, Gjeneta. A ditë që kështë të rruga B, jam habite e kom shku një shok atje, edhe nuk ma kap telefoni e shoki ma, edhe tani më ronë ma që keve të bazët këtu, se ma përman që s'ko po, pa shoki më ka përman që i kam. Po i më ka ndoje me shoqe. Po e tani thash, oke, nashta e din nashta e të Po në... Qështë po t'jo kuna e për kalbe. Po së thiri kërkën o në Driljan. Se ke taku kërkën bibikut? Jo. Se? Se, nuk du mu me edhe ta ma. Përveç teje, Gjeneta. Qysh mërë së t'jo kur për kalbe. Së thiri mërë kërkën o në. Se? Së thiri kërkën. A të të dalë pa drejta? Ku me ardhë? Me dalë me ty. Pse shka ki me dalë me mu? Qysh mërë s'ka 3 mujtë në najë pas, mu kam qenë me dalë me ty i shpet. Qyve Gjeneta për dhe. Po du me të po live e jo veç me ta një zonë. A një desë më shë? A që shumë pas ka morë mollë me më po mua qa? Val me ka zu drejt, mu ka morë molli veç për ty. Pse mëre po ti më ke u rejt mu në shpe? Jo veç mërë. Mu ka najt me ty. Po, a? Ke thonë të mrena me femna si kur ti nuk foli, këtu po dhu më ka morë mollë. Gjeneta, unë e po të shosë. Shdo të dete ke veç po ma najgore. Ajde, Gjeneta. Ha? Për i maj kam shirum në ditë. Këtë do e kuptojmë nëse Gjeneta vendos të lansoj episodin e dytë të kësaj drame nga përgjimet që ka në telefon.